Stojmë në të momentë në podium. Të mridhen në sol dhe të sheshtë të përmarë në kushte normale armate. Ndoshta, jemi mbledhur në kryerritjen tonë paqësore në momentin më kritik të Shqipërisë të 35 vitet e fundit. Në mënyrë qeverisje, jeta publike u kriminalizua. Jemi vetëm shtet në Evropë që vjedhin me anë të ligjit. E gjitha administrata shtetërore është në njëjtje penale dhe nuk ka asnjë përzëllim dhe asnjë ndalje të këtij pushteti që po vepron. Padyshim, një qeveri nuk mund bjerë me këto protesta, sepse reagimi qytetar është shumë i vaket, sepse qytetarët janë mosbesues, sepse vazhdimisht kanë votuar të keqen më të vogël për të larguar nga pushteti një të keqe të madhe, por që më pas që e keqja e vogël është rritur dhe sot
perceptimi është që po iku Rama do vi Berisha, njëri është larguar nga pushteti për korrupsion, tjetri duhet të largohet nga pushteti për korrupsion. Këto protesta, unë mendoj që nuk do ta bëjnë revolucionin e madh në politikë, por ja një gjë e mirë të paktën për të mos krijuar një stagnacion dhe një qëndrueshmëri, një kalcifikim të pushtetit. Unë shpresoj që këto protesta të mund të vënë në lëvizje ato elementë të shoqërisë janë të vetëdijshëm për nevojat që shtrohen para shoqërisë. Shpresoj që këto të vënë në lëvizje edhe ata aktorë ndërkombëtar, duke qenë se Shqipëria është në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, ka hapur të gjithë grup kapitujt dhe është në një monitorim të fortë për të realizuar këto deri në vitin 2027. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.